Pas indeksimit të pagave me 2.5% për punonjësit e administratës publike, policisë dhe mjekëve, përfitues të kësaj mase pritet të jenë edhe punonjësit e sistemit parauniversitar, përfshirë mësues, edukator të kopshteve, psikolog dhe oficer të sigurisë. Rritja në masën 2.5% do të realizohet mbi pagën bruto për çdo pozicion pune, ashtu siç u zbatua edhe për kategoritë e tjera të administratës, edhe për punonjësit e arsimit parauniversitar, parashikohet përveç indeksimit dhe shtesa mbi pagën sipas vjetërsisë. Efektet e rritjes do të llogariten nga 1 janari 2026. Rritja e rrogave është parashikuar në projekt vendimin për disa ndryshime në vendimin numër 425 datë 26/6/2024 të Këshillit të Ministrave, për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të punonjësve mësimor dhe të punonjësve të tjerë jo mësimor në institucionet arsimore dhe në institucionet plotësuese të sistemit arsimor parauniversitar, të propozuar nga Ministria e Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin. Gjithashtu për punonjësit e sistemit të arsimit parauniversitar si edukator, kujdestar konvikti, mësues, punonjës psikosocial, oficer i sigurisë, instruktor dhe koordinator, të cilët aktualisht kanë një vlerë të pagës për pozicion nga 58.000 lekë në muaj deri në 74.000 lekë në muaj, nëpërmjet këtij projekt vendimi parashikohet përveç indeksimit në masën 2.5% edhe një rritje e vlerës së pagës për pozicion, duke shtuar rritjen e pagave për këta punonjës në total në masën 3.000 lekë në muaj apo 4 deri në 5.17% theksohet në relacion. Nga miratimi i këtij projekt vendimi përfitojnë rreth 36.390 punonjës mësimor dhe jo mësimor. Për 30.000 punonjës mësimor dhe punonjës psikolog, punonjës social dhe oficer të sigurisë në institucionet arsimore të sistemit të arsimit parauniversitar në varësi të Ministrisë së Arsimit, efektet llogariten në rreth 114.5 milion lekë në muaj për pagat dhe sigurime shoqërore shëndetësore. Për 1.500 punonjës mësimor të sistemit të arsimit profesional në varësi të Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit, efektet llogariten rreth 6 milion lekë në muaj për pagat dhe sigurimet shoqërore shëndetësore. Për 4.890 punonjës mësimor të sistemit të arsimit parashkollor, të qendrave kulturore të fëmijëve dhe të konvikteve shkollore, efektet llogariten rreth 16.7 milion lekë në muaj për pagat dhe sigurimet shoqërore shëndetësore.